Planifikuan pushtimin e një ishulli, shfarosjen e burrave dhe abuzimin seksual me gratë në pranga 2 të rinj. 2 të rinj janë arrestuar pasi kishin planifikuar pushtimin e një ishulli që synonte të eliminonin të gjithë burrat dhe të abuzonin seksualisht me gratë dhe të miturit. Sipas autoriteteve, Gavi Rivers Weissenburg, 21 vjeç, dhe Tanner Christopher Thomas, 20 vjeç, nga Teksasi, dyshohet se për muaj të tërë kanë përgatitur një plan që synonte eliminimin e të gjithë burrave në ishull dhe skllavërimin seksual të grave dhe të miturve. Hetimet tregojnë se plani ishte hartuar që nga gushti 2024 dhe ishte përditësuar vazhdimisht deri në verën e vitit 2025, duke përfshirë shënime operative, skenar të ndryshëm, sulmi, blerjen e një anije dhe sigurimin e armëve pajisjeve të tjera. Thomas u rekrutua në forcat ajrore për të fituar aftësi që sipas prokurorisë synojnë t'i përdorte ato gjatë operacionit, ndërsa Weissenberg ndoqi trajtim civil dhe detar të dy. Dyshohet se përpiqeshin të rekrutonin persona të pastre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'i përdorur ata si luftëtar. Sipas dokumentave hetimore, ata e zgjodhën ishullin gonave për shkak të izolimit, infrastrukturës së kufizuar dhe mungesës së forcave të organizuara të sigurisë, duke konsideruar atë si një objektiv të lehtë. Hetuesit thonë se të rinj studiuan harta dhe pika zbarkimi me synimin për të vendosur kontroll të menjëhershëm mbi territorin përpara reagimit të autoriteteve haitiane. Aktualisht, ata përballen me akuza të rënda përfshirë komplot për të kryer vrasje në një vend të huaj, sulm të rënd fizik dhe prodhim të pornografisë me fëmijë. Nëse shpallen fajtor, ata mund të dënohen me burgim të përjetshëm për komplotin e vrasjes, ndërsa akuzat për shfrytëzim seksual të miturve parashikojnë dënime nga 15 deri në 30 vite.